udhëzuar nga Azia e Largët, Bangladeshi, Filipinet edhe Pakistani. Merrni me mend, kanë fabrika inxhinier nga Turqia e nga Kina, saldues nga Bangladeshi, sepse nuk ka mjaftueshëm fuqi punëtore për rritjen e bizneseve tona, qarkullimi i të cilave është ngritur prej 12.5 miliard në vitin e parë para pandemik 2019 në 25 miliard si vjen. Dyfishim i rritjes së qarkullimit të bizneseve në vendin tonë. Për të vazhduar me këtë rritje, 1 miliard euro do t'i ndajmë për prodhuesit, me garanci sovrane që do shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika prodhuese. Kjo është mënyra se si e vëmë në funksion resurset tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Ne dim që shumë qytetarë të Vushtrisë në dekadët e ndryshme kanë punuar edhe në Trepç. Do ta themelojmë një partneritet strategjik në nivel të shtetit për hulumtimet e investimet në sektorin minerar ku Trepça do të jetë në qendër. Ndërkohë që do të përcaktohemi për një bashk investitor, korporat ndërkombëtare e mirënjohur globalisht, e fuqishme në sektorin mineral, nga një shtet mik e aleat i yni që bashk të investojmë në Trepç dhe të arrisim edhe nxjerrjen e mineraleve, edhe përpunimin e metaleve, edhe produktivitetin e kësaj krenarie të vendit tonë. Syla kryetari i vetëvendosjes në Vushtri Syla përmendi dy dëshmor të kombit, herojt Kosovës, Afrim Bunjakun dhe Enver Zyberin, të cilët ranë heroikisht në veri të Kosovës për sundim të ligjit, për paqe, siguri, për rend publik, për kushtetutshmëri, për integritet territorial dhe sovranitet shtetëror, dhe ne jemi përjet mirënjohës e falënderues për këtë sakrificë sublime të tyre për atë dheun tonë të dashurit përbashkët. Sot në veriun e Kosovës janë mbyll 29 për 37 rrugëve ilegale që kanë ekzistuar atje, është mbyll posta kursimore e Serbisë, banka popullore e Serbisë, janë mbyll e shkatërru të gjitha laboratoret e drogës, e të kriptovalutave, dhe janë shkatëruar të gjitha grupet e mëdha kriminale atje. Kriminal të mëdhej nuk ka, mund të ketë kriminal të vegjël, sa ata të mëdhejt ose kanë ikë në Serbi, ose janë vranë Banjsk, ose janë burg në Kosovë. Kjo është rezultat i jashtëzakonshëm i shtetit tonë i Republikës Kosovës. Policisë Kosovës ja kemi rrit buxhetin e gjithë mbarshëm për 2/3 dhe në mandatin e ardhshëm do të mundsojmë për ata që duan edhe pensionimin e parakohshëm. Do ta zbresim prej 65 vjeç, fillimisht në 63, mandej të poshtë deri në 55, për ata që duan të pensionohen. Për ata që duan të vazhdojnë shërbejnë deri në 65 vjeç,
natyrisht që janë gjithmonë më shumë se të mirëseardhur. Por nuk do ta kemi, vetëm nuk do ta kemi as ju mos më çoni pe. Por jo vetëm që do ta ofroj mundësinë për pensionim parakohshëm policëve të Kosovës, po nikosisht edhe për gradim të përshpejtuar. Policët me raste kanë pritë 10 vjet për të ngritur 1 gradë. E tash do të organizojmë teste dhe mundësinë që të gradohen më shpejt, të marrin 1 e 2 grada një herëzi. Të dashur qytetar, siguria të cilën ne e avokojmë kaq shumë, nuk është vetëm siguri publike e shtetërore. Siguria njëkohësisht është edhe energji. Siguria është edhe energji. Kjo është arsyeja pse ne do të shikojmë mundësitë që përveç burimeve të ripërtrishme që janë kapacitete gjeneruese për energjinë që e konsumojmë, të shqyrtojmë mundësitë për një termocentral nga gasifikimi I lignitit. Në këtë mënyrë të kemi edhe më shumë energji që gjenerohet për ekonominë tonë që po rritet. Por siguria nuk është vetëm energji. Siguria është edhe ujë. Prandaj neve na nevojitet të kemi sa më shumë ujë, të kemi sa më shumë ujësjellsa, furnizim me ujë të pishëm për ambisrinë, ujë për bujqësinë tonë dhe gjithashtu ujë për industrinë tonë. Kosova, nderuar të pranishëm, është si një pjatë e kthyer përmbys, ku lumejt dalin dhe ikin me shpejtësi, derdhe në detin Adriatik, në detin e Zi, në detin e Gje. Neve na duhet ta grumbullojmë ujë në liçene akumuluese artificiale. Prandaj do t'i kemi 5 liçene të reja akumuluese në Kosovë që edhe gjenerojnë energji, edhe furnizojnë me ujë industrinë ambisnit edhe bujqësi. E këto 5 diga të reja janë Kuqica, Pollata, Dragaqina, Firaja dhe Desivojca. Këto janë pra 5 diga që do t'i ndërtojmë dhe 4 diga të tjera do të bëjmë studim të fizibilitetit në mënyrë që të kemi gjithnjë më shumë ujë për vendin tonë. Sepse, të nderuar të pranishëm, 3/4 e burimeve të ujit të Republikës Kosovës janë në një komunë të vetme, në Zubin Potok, ku e kemi liçenën e Ujmonit. Merrni me mend Batlllovën, Badovcin, Radoniqin, një amledh bashkë ujin bën vetëm sa 1/3 e Ujmonit. Liçenin e Ujmonit e kontrollon tash Republika e Kosovës. Mirë po neve na nevojiten edhe liçene të tjera, por më shumë ujë për vendin tonë. Por për të fituar me 28 dhjetor, të dashur qytetarë, na nevojitet që jo vetëm të votoni numrin 116, lëvizja vetëvendosje, por të përcaktoheni edhe për 10 kandidat të tjerë, të cilët do të bëhen deputet të ardhshëm në legjislaturën e 10. Pra, së pari tik numrit 116, lëvizja vetëvendosje dhe më pastaj edhe 10 kandidat të tjerë. Të gjithë kandidatët janë njerëz shumë të mirë. Lista 116 është listë e cila flet me dije. Listë e njerëzve të ndershëm me përvojë dhe për siguri e begati. 13 prej këtyre 110 janë doktor shkencave, 7 janë specialist mjekësor, 61 janë me master dhe profesionistë që janë formu për të shërbyer shtetit,
e këtu pra dia e këtyre është mjet për qeverisjen tonë e jo dekor për fushat. Andaj përcaktojuni edhe për 10 kandidat. Përcaktojuni edhe për 10 kandidat atëherë kur do të votoni për numrin 116. Në këtë listë janë edhe njerëz të cilët e mbrojtën Kosovën me armë, si dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e me punë. 15 veterane dhe veteran të ushtrisë qërimtare të Kosovës janë në mesin e 110 kandidatëve të listës 116. Në këtë listë bashkjetojnë brezat nga 24 deri në 78 vjeç, gra e burra bashk, sepse Kosova ka nevojë edhe për energjinë e të rinjve, edhe për urtësinë e atyre që janë në moshë të mesme apo të shtuar. Mosha mesatare është 44 vjeç në listë, ekonomist, mjek, jurist, inxhinier, aktivist e ushtarak, sepse shteti ndërtohet edhe me dija, por gjithashtu edhe me unitet të brezën. Në mandatin që na pret të dashur qytetarë, do të investojmë 1 miliard euro në ushtrinë e Kosovës, në forcën e sigurisë Kosovës. Gjatë këtij mandati i kemi 2 fishu numrin e ushtarëve, 4 fishu trajnimet jashtë vendi, 3 fishu buxhetin për mbrojtje dhe më shumë se 100 fishu buxhetin për armatim edhe municion, sepse qeveri 2018-2020 kanë shpenzu më pak se 4 milion euro e ne më shumë se 430 milion euro. Me që rast kemi ble drona Bayraktar TB2 dhe drona Skydagger Kamikaz prej Turqis, drona Puma prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sistemin antitank Javelin prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të blejmë edhe helikoptera Skifterzi apo Black Hawk si shquhen, e gjithashtu do ta kemi fabrikën e municionit në Gjakov dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosovë. Si që dini, ne e kemi hequr tavanin për moshën 25-23 vjeç dhe tash është 25 vjeç. Pra dikur deri në 23 vjeç ke mundur të jesh ushtar në FSK. Mirë po tash është 25 vjeç. Andaj unë ju ftoj djem e vajza 3, që jeni të interesuar. Djem e vajza 3, që janë të interesuar të kyshen në ushtrin tonë. Me njëherë bëjeni këtë. Nuk është më kufiri 23 vjeç, është 25 vjeç. I kemi rreth 300 vajza e gra në ushtri, synimi ynë është që në mandatin e ardhshëm t'i kemi rreth 1000. Pra 1000 ushtarake në forcën e sigurisë Kosovës deri në fund të mandatit të ardhshëm. Përveç kësaj, do ta kemi edhe programin e rezervës vullnetare. Të gjithë ju që vullnetarisht dëshironi të bëheni rezervist, do ta keni armën tuaj, po jo të shtëpia, po në kazernë FSK-s. Në kazernë FSK-s do ta dini secili prej jush që doni të bëheni rezervist vullnetar, te kush dhe ku e keni armën tuaj në rast të rrezikut për shtetin tonë. Rezerva vullnetare është pjesë e rëndësishme e mbrojtjes tonë shtetërore.
e të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor në këtë soll që mbon emrin e dëshmorit të kombit Jeton Trstena, më lejoni t'ju tregoj se çfarë kemi bërë edhe sa i përket vushtrisë në këtë mandatin tonë. Projekti rrugës R220 nga ura e Sitnicës deri te Llamkosi në vlerë prej afër 640.000 euro, i gjithë financimi bëhet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, është tashmë në vushtri që na bën të gjithëve krenar, po njëkohësisht edhe rrit qasjen për qarkullim e mundësi të reja për qytetarët këtu. Pastaj, kemi projekte në cilat ka investuar edhe komuna, për shembull projekti rrugës Akrashtis-Balins, vlerë totale prej 938.000 euro, ku qeveria ka investuar 82% të kësaj shume. Ose projektin e rrugës që lidh Dumnicën e Ulët me Dumnicën e Epër, vlera totale është diku rreth 1.3 milion euro, edhe njëherë qeveria e ka investuar pjesën më të madhe, apo 73% të kësaj shume. Pastaj, projekti i rrugës Dëshmorët e Kombit, në vlerë totale prej afër 644.000 euro, sërish financimi në tërësi i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit hapësinor edhe infrastrukturës. Ose asfaltimi i rrugës Drenica në Vushtri, vlera totale afër 690.000 euro, përsëri komplet qeveria e Republikës së Kosovës. Ose financimi për asfaltimin e rrugëve Slakos-Nadakoc edhe Pantin-Ashlan në tërësi financim i qeverisë Republikës Kosovës. Ose rindërtimi i segmentit rrugor Druar-Pestov, aneksi par, vlera totale e projektit 344.400 euro, prej tyre qeveria ka investuar 58%, pjesën tjetër komuna e Vushtrisë. Në përgjithësi në këto 4 vjetë, 700 km rrugë të asfaltuar i kemi shtruar anë mban Kosovës dhe 807 km janë në ndërtim e sipër, më shumë se 50% e këtyre afër përfundimit, e 100 km janë në veriun e Kosovës. Po ashtu, në Vushtri, spitali i Vushtrisë është planifikuar që të shndrohet në qendër referente për ndërhyrje në kirurgjin minimalisht invazive. Për këtë qëllim, SHSKUK-ja ka planifikuar blerjen e aparaturave të nevojshme mjekësore. Gjithashtu në planifikim janë edhe ndërhyrjet infrastrukturore, të cilët do të realizohen bashkë nëpërmjet mbështetjes Emirateve të Bashkuara Arabe, investimi përfshin zgjerimin dhe adaptimin e hapësirave ekzistuese, vlera e investimit do të jetë 6.5 milion euro. Ndërkaq, sa i përket arsimit, po i theksoj 2, në njërin anë ndërtimi i sallave të sportit për shkollat e Vushtrisë dhe në anën tjetër inventarizimi i shkollave në qytet, i shkollës Lutfi Musiqi dhe i asaj Migjeni në Stanoc, gjithsej mbi 500.000 euro. Pra ne duam Vushtrinë dhe dashurinë tonë e tregojmë edhe me buxhetimin për projekte të ndryshme infrastrukturore, shëndetësore dhe arsimore. Tash po i përmendit disa prej projekteve të reja të cilet do t'i bëjmë në Vushtri. Është ndërtimi i rreth rrotullimit të ri në magjistralen Prishtinë-Mitrovic pranë lagjes Cakaj. Ky projekt e lehtëson qasjen e lagjes në 3 fshatra të Dumnicës, duke rritur sigurinë dhe duke zgjidhur fluksin e lartë të trafikut. Pastaj do ta rregullojmë rrugën nga ish fabrika e llamarinës deri në Mitrovic. Ky është projekt që i lidh fshatrat e Ortakollit me Mitrovicën dhe lehtëson trafikun në rrugën kryesore Prishtinë-Mitrovic. Më tutje, do të bëjmë kompenzimin e dëmeve të bujqve për vitin 2023. Ky është një premtim që e kemi bërë dhe i prek shumë familje, shumë fermer.
kështu japim mbështetje në rimëkëmbjen e fermave dhe bujqësisë në përgjithësi pas dëmeve nga vërshimet. E do të vazhdojmë të mbështesim intensivisht zhvillimin e bujqësisë të në Vushtri, e ju e dini se për 1 hektar me drithra subvencionojmë 474 euro, ndërka që për 1 hektar me perime, që është edhe më tipike në Vushtri, 600 euro për fermerët tonë. Në vijim dëshirojmë që të arrisim edhe rendimentin edhe produktivitetin. Do të bëjmë ndërtimin e ambulancave specialistike për spitalin e Vushtris, me këtë i forcojmë shërbimet mjekësore dhe ato do të jenë edhe më cilësore edhe më të shpejta. Do të rregullojmë implantet për gjatë lumit Sitnica dhe stabilizimin e shtratit lumit. Ky është projekti një rikthimit të argjinaturave në Magjunaj, Pestov dhe Nadakovc. Të dëmtuara siç janë, ato shkaktojnë edhe dëme shtesë për bujqësi. Prandaj do të bëhet një ndërhyrje e fuqishme për t'i parandaluar përmbytjet dhe dëmet e tjera. E të dashur qytetarë, në 4 vjeçarin e ardhshëm, Katër vjeçarin e ardhshëm do të nisim me 5 vendime kryesore me të filluar qeveria jonë në vijim. I pari është miratimi i buxhetit rekord për 4 miliard euro në vitin 2026. Viti 2026 ka me pas buxhetin 4 miliard euro, që është për 2/3 më i madh se buxheti që e kemi gjetë. Vitin 2021, a buxheti i këtij viti ishte për 50% më i madh, 3.6 miliard euro. Pra me ta marrë detyrën si kryeministër edhe një herë me fuqitë e plota, do ta bëjmë buxhetin 2026 4 miliard, si tashmë e kemi planifikuar. E dyta është miratimi i ligjit 3 për çmimet tavan për produktet bazë, që të frenohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Shporta me gjësende ushqimore për familjet në Vushtri dhe anën Banë Kosovës do të jetë me çmime të përballueshme, sepse do të kenë tavan. Ky do të jetë i dyti vendim i rëndësishëm në mandatin e ri. E treta, sigurisht që më vonë do të bëjmë reformimin e komplet sistemit pensional, por tash me qenë se po thuaj se u përmbyll një proces gjyqësor për çështjen e listave të veteranëve të UÇK-s, vendimi i tretë që do ta marr do të jetë heqja e kufizimit, punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që përfitojnë beneficion. Pra atyre nuk do t'ju duhet të zgjedhin tash ose beneficioni ose punësimi, mund t'i kenë të dyja, edhe punësimin edhe beneficioni. E katërta, paga e 13 në vitin 2026 për sektorin publik, për administratën shtetërore, jipet në fillim të vitit e jo në fund vitit, edhe pse numrit 13 vjen mas numrit 12, vitin e ardhshëm vjen mas numrit 1-2. Pra 1-2, 13. Kjo do të thotë që do ta kemi pagën e 13 në fillim të vitit shumë më herët. Dhe vendimi i 5 është miratimi i pakos për përballje me inflacion 2.0 në vlerë prej 200 milion euro për t'i mbështetur studentët, pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, pastaj punëtorët e sektorit privat, si dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për ata që kursejnë energjinë elektrike, nga çfarë do të mund të përfitojnë mbi 200.000 familje në Kosovë. Pra, kush e dëshmon që në muajin dhjetor të vitit 2025 ka paguar më pak sepse ka shpenzuar më shumë
se sa në vitin 2024 në muajin e njëjtë dhjetor ne do ta shpërblejmë. Kush kursen shpërblehet, kush kursen shumë shpërblehet shumë. Kësaj ne i themi siguri dhe begati. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, qeverisjen tonë që ka ofruar siguri dhe begati të paparë më herët. Në këto gati 5 vite mund ta përmbledhim me 5 fjalë. Nona, fëmijë, veriu, bujqësia, ushtria. Pra këto janë 5 fjalë e këtij 5 viti. Andaj këto 5 fjalë prej shtesave për fëmijë që i kemi gjithë 0, i kemi bo 10 euro, i kemi bo 20 euro, i kemi bo 30 euro, i kemi bo 25 euro, do t'i bojmë 90 euro në mandatin arshëm për gjithë ata që kanë 3 fëmijë më shumë, të mbështetjet për lehona, që i kemi gjithë 0, i kemi bo 170, 350 jem për lehonat e papuna për 6 muaj, në vitin arshëm bojnë 500 euro, e deri te 1 miliard për prodhimtarin, 1 miliard për ushtrin dhe as një vit me më pak se 1 miliard shpenzime kapitale, do të thotë ma shumë siguri, ma shumë begati, andaj mos lëshoni pe dhe numri 116 është numri i fitores me 28 dhjetor. Kërkojmë mbështetjen e juaj për një triumf të madh për 4 vjeçarin arshëm. Ju faleminderit shumë për gjithë këtë përkrahje, për pjesëmarrjen e vëmendjen sonte dhe për ndihmën që na keni dhënë në kohët më të vështira si për qeverinë, ashtu edhe për lëvizjen. Ju duam fort Vushtri, mos u ndalni e pas nesër një javë festojmë bashkë në Vushtri e anën banë Kosovës, cep më cep. Natën e mirë e miropafshim.